një orientim faktikisht që të dihet se cilin drejtim, me që u tha që ka qenë i sinqert dhe korrekt takimi, shkohet në mes këtyre dy partive dhe cilat janë mundësit që këto dy parti, qoftë me dikën tjetër, me dhe një parti tjetër, në këtë rast me PDK-n, me AK-n, nëse do të ketë rezon politik nga këto parti që do duhet kishte dhe definitivisht e kanë tepruar çdo pikpamje pa skrupullsisht dhe pa ju ardhur keq fare se si sillen me opinionin publik veçanërisht me zgjedhësit e tyre dhe me Republikën përgjithsisht, qoftë nga banorët e këtij vendi, brenda dhe jashtë vendit, pra, pa dallim, qoftë me bashkësinë ndërkombëtare me të cilën do duhet kishim një nivel komunikimi dhe një nivel sjellje edhe brenda nesh, në mënyrë që ta vlerësojnë bashkësia ndërkombëtare, sidomos shtetet që janë të interesuara për proceset integrative dhe avancuese të Kosovës, se ne jemi serioz. Ta nuk nga kjo që po shoh dhe nga reagimet që dolen pas këtij takimi nuk rezulton të jetë një përshtypje e mjaftueshme për një seriozitet të sidomos të palës propozuese, pra në këtë rast të fituesit të zgjedhjeve, sepse ende nuk kemi ndonjë deklarim përveç një përfaqësuesit të Lidhjes Demokratike, i cili deklaron se thjesht LDK kjo vetëvendosja nuk po don të ketë marrëveshje. Ne nuk e dim a është kështu apo ajo, këta po dalin me deklaratat e tyre për të justifikuar qëndrimet si duket, pra kjo është përshtypje paraprake, edhe nga përvoja gjërtanishme edhe herën e kaluar edhe tani, pra po flas për blokadën e para një viti, pra një vit të tërë, se nuk janë sa duhet të përkushtuar serioz dhe transparent e korrekt me publikun. Sa i përket